Gjermania mposhti me rezultatin e pastër 3-0 Francën në duelin gjysmëfinal të Europianit U21, teksa arriti të siguronte një bilet për në finalen e madhe ku do të përballet me bashkëmoshatarët e Anglisë. Protagonist absolut në këtë triumf të pancerave u bën dy futbollistët me origjinë shqiptare, Nelson Viper dhe Brian Gruda. Viper e nisi si titullar teksa shënoi golin e parë në minutën e 8. Ndërkohë që Gruda u aktivizua nga stoli në minutën e 72 dhe në minutën e 93 vullosi sfidën me rezultatin 3-0.